Good morning guys, jemi rikthyer në një Get Ready With Me se, you know what, ka shumë kohë që nuk kemi folur bashkë, kështu që thash flasim bashkë sot në mëngjes, bëjmë pak bisedë dhe ndërkohë bëjmë një catch up. Tani, ju kam thënë që para pak kohësh u ktheva në Londër. It was so nice të shkoj në shtëpi, takoja mamën dhe babën, se u bëna gati 2-3 muaj. Okej, jo, exaggerova, ishte like 2 muaj maksimumin që kisha pa I takuar. Më kisha marrë shumë malli për ta që s'ua merr menja. Koha në Londër nuk ishte ne kusha dise që me dhënë drejtë. Jo që e prisja, po mendova me veten time që base do shkoj dhe të jetë pak kohë e mirë, do dali dielli, po not really. Më shumë të nëra 2 ditë rashi. Pastaj ditën e fundit që isha, doli dielli, që ishte prap nice. Po nejse, nuk ishte koha ajo gjëja për të cilën unë shkova për të ndenjur me familjen, për të bërë pak. Po, yeah, e shijova me të drejtën, it was really, really nice, më kisha marrë shumë malli. Por, ditë të them vetëm kaq, që kur u ktheva në Tiranë, by the way guys, të gjithmonë më pyesni, si më rri make-upi baza perfekte guys. It's this, më besoni, this is the best. So good, it's a makeup base. Edhe ti e vendos te dhe nuk ka rëndësi se qa fondacioni dhe qa bazë, whatever që ti përdor në fytyrë, kjo makeup base is the one. Do të rri make-upi ose çdo lloj CC cream, se ju dini unë përdor CC cream, çdo lloj gjëje që ju do vendosni në fytyrë, do ju rri perfect. Më besoni, unë kam përdor shumë, kam përdor të Charlotte's, kam përdor të MAC-ut, kam përdor që është ajo Fenty. I tried them all dhe asnjë nuk rri si kjo. So good. Edhe është më e lirë se sa nganjëherë lirë dhe mirë is the best. Okay, go for quality, not luxury. Anyways, po I thoja. Dhe shkova pastaj kur u ktheva në Tiranë, që ditën e parë që unë jam kthyer në Tiranë, thash me vete, I am home. By the way, my CC cream që ju e dini me SPF, it's my favorite one. I am home guys. Në atë moment që unë jam kthyer, me thënë të drejtën, ndërkohë që unë isha në Londër, sado që po u kënaqa, sado që po u kaloja shumë bukur, everything was so good, sikur e ndjeja brenda vetes time që ajo kapitulli I jetës time që unë kam qenë një London girl. Okay, I will always be a London girl, sepse jam rritur atje, kam kaluar 30 vite të jetës time në Londër, you know, dhe ajo gjë nuk fshihet nga thelbi jot si person. Dhe domethënë sjelljet e mia, disa gjëra që unë kam karakteristike të vetes time, vijnë nga jetesa ime në Londër. Ajo gjë nuk hiqet, ajo do ngelet thelbi im. Por, kur isha aty ndërkohë, sikur ndjeja brenda në vetes time që I'm here just për pushime. This is my holiday. I'm not home. I'm having a holiday. And I was enjoying my holiday, enjoying my time there. Ndërkohë që në back of my mind, I was like, well, I'm going home to Tirana, you know? And edhe kur shkova të shtëpia e mamit të babit, që unë jam rritur të shtëpia e mamit të babit, obviously, aty kam dhomën time, kam kujtimet e mia, kam akoma dhe rrobat e mia, gjërat, nuk është se ka lëviz, se unë jam në Tiranë dhe mamit dhe babit kanë hequr gjërat e mia dhe jeta atyre ka vazhduar pa mua. No, ato jam me shpresë që unë do kthehem dhe dhoma ime është lënë siç e kam lënë unë para 2 vite dhe ato e kanë lënë ashtu siç ishte pa prekur me shpresë që unë do kthehem. Dhe I patë një moment që isha te dhoma ime, të shtëpia mamit të babit, you know, u zgjova në mëngjes siç u zgjoja zakonisht gjithë të vite që unë kam jetuar aty. Zbrita poshtë, përshëndesa mamin dhe babin, you know, ato ishin duke lozur me Charlie and they were having the best time, sa ato kanë munguar Charlie aq shumë, sa që ti a merr menja. Se dhe ato janë mësuar që kur Charlie ka lindur, I kanë patur Charlie në shtëpi. Dhe fakti që Charlie është larguar, pra nuk jetoj më me ta, ato e vuajnë shumë, e thënë të drejtën, dhe më thonë gjithmonë mami dhe babi se s'kemi ditë se sa të lumtur ishim derisa hiku Charlie, dhe aty, domethënë e dinim, pa aty e ndjem një mungesë shumë të madhe. Kam një ujqkesh që kaloj nga një bisedë në bisedë. Dhe po thoja, më erdhi një moment pastaj që unë e kuptova që
unë nuk jam më në shtëpinë time. Shtëpia ime është Tirana. Dhe kur erdha këtu tek shtëpia ime, u lehtësova, u zgjova në mëngjes, shijova një kafe në balkonin tim, doli dielli, dje ishte 20 gradë Tirana dhe u zgjova me diell, me lule, me zojsh që bënin ciu dhe po pija kafe në balkonin tim and më kishte munguar aq shumë Tirana dhe thash me vete tashmë Tirana është për shtëpia ime and I love it here. Unë kur vi në Tiranë ndjej një lehtësi, ndjem e lumtur, ndjem nuk e di, kur isha në Londër sikur gjithë njerëzit kishin ankth, kishin stres, atje janë bërë vjedhje shumë të frikshme, ti ke frikë me dalë me telefonin, ke frikë me dalë me çantën, sepse je gjithkohës në ankth që dikush do kaloj me biçikletë do të vjedhë çantën. Kur erdha në Tiranë, I just felt safe. I felt home dhe jam shumë e lumtur që jam rikthyer në shtëpinë time dhe yeah, I just love Tirana. I just love it here. Nuk e di, mendoj që ajo kapitulli i jetës time që është Londra është mbyllur për momentin dhe jeta ime tashmë po vazhdon në Tiranë. Jam shumë e lumtur, këtu kam punën, kam sistemu Charlin, kam sistemu veten, kam shoqërinë, kam një familje shumë të madhe, shumë të bukur gjithashtu këtu në Tiranë. Prindërit e mi vinë shpesh, më takojnë dhe këtu në Tiranë unë ndihem safe, ndihem aq safe sa ju s'ju Armenia. Këtu dalë lirshëm, rri lirshëm, jam e lirshëm me njerëzit, ndërkohë në Angli gjithë njerëzit janë gjithkohë si në presion, si në ankth, si në gjithkohës të punë, dalin në mëngjes, vinë në darkë. Kurse këtu everybody's chill, you know, për një kafe, jeta pak më relax, çdo gjë është pak më chill. Okej, ka dhe streset e vetes, asnjë vend nuk është perfekte, po I love Tirana. Dhe thjesht mendoj që kudo që ti jeton, mund të krijosh një jetë shumë të bukur. Mafton të kesh dëshirën, okay, ti e bë Tiranën Paris me dash, është gjithçka mindset, okay, sepse nuk është se do bësh ndonjë gjë ti në Britani që nuk e bën dot këtu në Shqipëri. Do dalësh dreka darka, ka boll lokale dhe këtu për të dalë dreka darka. Do të bësh një hobi ti ke kudo, mund të bësh çdo lloj gjëje, tenis kurse ka sa të duash, hipizëm ka sa të duash, kurse noti ka sa të duash. Like gjithçka është aq sa janë nxjerr ti gjën, okay? Nuk është se dhe vetëm diferencë është që për shembull në Angli, më besoni, do jeni aq të zënë me punë dhe gjërat janë aq shumë larg dhe konsumosh aq shumë për përditshmërinë e jetës që nuk do keni kohë për këto gjëra. Për shembull, ju jap një real life example nga unë që kam jetuar jashtë, që nuk kam patur mundësi kur isha atje për të bërë për shembull pasionin tim që ishte kalorimi, sepse nuk më dilte koha. Sa veja në shkollë, kur mbaroja shkollën ishte vonë, ajo ishte kursi shumë larg, kush do më çonte mu 2 orë, mami dhe babi në punë gjithë ditën do më çonin ato mu 2 orë të më prisnin. Thjesht nuk dilte koha. Pastaj kur fillova punë vet, kur mbaroja punën në 6 të darkës, ti mendon se do ikja unë pastaj 2 orë për të bërë hipizëm? No, absolutely not, se isha e lodhur dhe nuk më dilte koha, edhe si